Dashur miq, për të kuptuar realitetin e dynjas, një mbret i devotshëm dhe shumë i urtë, shumë i mençur, i thiri 3 ministrat e tij dhe ju dha nga një thes dhe ju tha që të shkonin të mlidhnin frute në kopshtin mbretëror dhe të nesërmen të ja sillnin. Edhe shkuan ministrat, të 3 ministrat, filluan të mbledhin fruta nga kopshti mbretëror. Ministri i parë, që ishte shumë i mençur dhe shumë i kujdesshëm dhe i ndërgjegjshëm, ai tha në vete se mbreti me siguri ka një plan të madh, e di që ai nuk ka nevojë për këto fruta, por me siguri që plani i tij është shumë domethënës, edhe i mblodhi frutat më të mira, më të pjekura, më kualitative, i cili vërtet u lodh për t'i mbledhur ato, por ai më në fund i mblodhi ata edhe vazhdoi rrugën, ndërsa ministri i ditë, i cili ishte po ashtu inteligjent, por ishte shumë dembel, ai tha me siguri mbreti as që do i shikoj këto, edhe mblodhi më shumë të kalbura se sa të pjekura, edhe disa gurë, edhe disa gjethe, disa gjëra kështu kot, e mbushi thesin dhe vazhdoi rrugën, ndërsa ministri i tretë ishte shumë dembel dhe ishte një mashtrues. Ai nuk futi asnjë frut bile në thesin e tij, ai futi gur, futi gjethe, futi dege e kështu me radhë, edhe tha mbreti nuk ka nevojë për asgjë, as që do i shikoj këto. Të nesërmen ja quan, ja dërguan thaset mbretit, edhe mbreti as që i shikoj se çfarë kishin mbledhur në ato thas. Bile dha një urdhër mbretëror që të 3 ministrat të mbyllen në burg, edhe të mbyllen në dhoma veç e veç, edhe asnjë ushqim mos ju dërgohet, të mbyllen për 1 muaj dhe të i marrin thaset me vete, secili me thesin e vet në burgun apo në dhomën e burgut të vet. Edhe të hanë prej asaj që ata kishin mbledhur. Në fund të muajit, kur u bë muaji, shkuan ushtarët e mbretit për t'i liruar ministrat nga burgu, panë se ministri i parë që kishte mbledhur frutat të mira, ishte kënaqur me frutat, e kishte kaluar muajin shumë bukur, bile ishte me shëndet të plot, doli shumë i lumtur nga burgu. Ministri i ditë, i cili kishte mbledhur më shumë fruta të kalbura se sa të pjekura dhe disa gjëra kot, ai ishte shumë i sëmur, mezi e kishte kaluar muajin, edhe doli vërtet shumë i lodhur nga burgu. Ndërsa kur hapën derën e ministrit të tretë, i cili ishte dembel dhe ishte një mashtrues, ai nuk doli nga burgu sepse kishte vdekur në burg, nga se mas disa ditësh kishte vdekur nga uria, sepse nuk kishte mbledhur asgjë. Edhe mbreti mlodhi parin e tij dhe këto 2 ministra që kishin mbetur gjallë dhe ju tha që kopshti simbolizon dynjan, me thonë, ai kopshti që mlodhet fruta është dynjaja. Ndërsa frutat janë ato veprat tona të mira që ne i mbledhim në këtë dynja, i tubojmë dhe i deponojmë për në ahiret. Ndërsa burgu, të cilën këto e përjetuan, është vari ynë, është rruga dhe rrugëtimi i ynë deri në kiamet. Andaj, ne në këtë dynjë të dashur miq, duhet të mbledhim vepra të mira. Ky është një ushqim i rrugëtimit ton për në ahiret, sepse qëndrimi jonë në bare nuk dihet se sa do të jetë i gjatë. Pastaj, pas varezave, pas ringjalljes, dite e kiametit, siç e paralajmëron dhe përshkruan Kurani famullar, do zgjas 50.000 vjet. Imagjinoni sa vepra të mira do na duhen neve për të ekzistuar dhe për të mbjetuar derisa të shkojmë inshallahu taala në xhenet. Andaj të mbledhim sa më shumë punë të mira. Ky është ai kopshti i dynjas, apo ai vendi në të cilën kemi mundësinë më të madhe të mbledhim vepra të mira. Të gjitha gjërat tjera janë vërtet kalimtare përveç veprave të mira. Allahu na bëf prej punë mirë inshallah. Wassalamu alaikum.